Pjerim Vlashi! Mirë na erdhët. Po kam një djalë thash, por kam me martesën e parë. Alo, si jeni mirë, dilte babaj. Moza jam shoqja e Ntelës, edhe ti je mirë. Na hajde me se. Esi është djali i Gold Rogerit. Jo, ti kosa duhet jesh pak me zi. Atë që kanë ato syzet që i thonin kështu jam me si byth kavanozi. Unë për shembull jam kështu si macja e zezë nëpër varrime. Është çik shkodron. Timi! Timi! Ore po më deli. Më thonin çun fashisti dhe unë tak më to prekesh. I bishe herë me dorë çu maketit llap mjekull. Dilte kështu, po efekt lur, kështu efekt. Në atë reklam ishte Monika e Madhja, Monika Bellucci. E ke takuar? Dhe po aty dhe Pronto, buonasera. Ciao. Ciao teta, ciao zia Ivone. Monika Bellucci ishte në makinë dhe në krah Monika Bellucci ishte një derë që nuk e di, derë i mësuam tamam që rrinte për smarit aty. Alo, mirëmbrëma, si jeni? Mirë, më fal se po ju shqetësojnë këtë orë të vonë noc. Tani ne do flasim për dublimet. Që ka po Pjeri. Vizor. A e di kush je ti më? The time of qepi thonim ne dikur. Po. Ke bërë dhe kakashin ti. Kakashin. E ke pas me japonishtë më të... Po di unë, nuk e di, unë nuk e di. Jam ganti. Nuk është Jo. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur në episodin e No. Erdhi i munguar. I munguar i erdhi. Shtu. Qego. Kalova një aksident me specat e tani jam këtu prapë. Patjetër. Tani grupin e sot kena më në fund një film vizatorimor. Erdhi momenti. Por do bëjmë, kemi një të ftuar shumë special, por do ta prezantoj vetëm pas pak, shumë pak do vonoj. Kemi një përmbledhje se ai që kemi ftuar vëlla është super artist. Po. Këto episode janë thjesht perla e perlave. Mos ta zgjasim o kolega, Jam shumë dakord kolega. Për çka kena për të fol? Qa do flasim sot? Kena për të fol për Krudat! Ne! Shqiptarë! Po, dale. Shembujt. Originali nga majmune. Original vëlla. Okej, dale. Nuk do ta zgjas mo, ai që kemi ftuar është një aktor që ka dubluar në këtë film që do flasim, por është një aktor, një dublues i vjetër, është artist me shumë vlera që fatmirësisht e kemi. Pjerim Vlashi! Mirë na erdhët. Mirë se ju gjeta, faleminderit shumë nga ju. Edhe të falenderoj për gjithë lozhe që më bëre. Më tash Po ja, mirë, okay, janë vërteta. I kam, am top, kështu. Kur më bojnë shumë kështu, am to se si ndihem, mos ne filloj intimidohem me veten, thonë, kaq shpejt e Sa modest je zot. Me shifyrt. Po, faleminderit shumë. Faleminderit edhe po më pëlqej si studio me thon drejtën, është shumë e ngrohtë, shumë e këndshme. Po seriozisht, edhe ndjej ka njëri, unë pa filluar intervistën jam shumë i lirë, se ndonjëherë sido që ti jetë kur shkon në një studio, një aktor ka i çika të kontraktimin, fillimin, fillon e mati çik pulsin, do me thënë kuptimin e mirë, pa qëllimin e mirë, do të thotën, për mos me që, po nga që ju që keni kaq lirë, do me thënë dhe unë, ju e fjalën që do jem shumë i lirë. Falenderit shumë. Shumë falenderit. Para se ta nisim intervistën, kolegi dashur, se ne kena bëj surprizë, në bashkëpunim me Enzo Atinës, mund të të lej pat sa i ditë. Po, se ti me atë që na ke bë, shafuma, seriozisht? E kemi me bën me qajte? Jo, me. Ja. Seriozisht? Për zotin është e tëra e jotja. Ne shpresojmë do të pëlqej. A ta them edhe emrin e futës? Sa dush ti? O, ç'të do zemra aty? Enzo Attini. Po je si çazoni ka zot. Nuk ishte si tishte ndryshe. Shikoj mirë. Që ka një braçal, ose një, si i themin e një... Ndihmoj më Një byzylyk, apo jo? Çfarë Jo gentili. S'deshte me morë ekskluzivitetin më burr. Po ndihmoj më. Vendose direkte në kyç, e ke klap direkte. Të keqe. Mirë.
Mirë. I vogël I çik kështu po, po. Jo, rezjerohet, ndihmoje pak. Ndihmoje pak. Bë çfarë jo gentili. E ke kry. Mirë që je, mirë. Okej. Po, Fiks, tani mbaroj. mirë. Mirë, shumë mirë. Takzosh. Faleminderit shumë. Faleminderit, ha. Minimumi. Faleminderit shumë. Pierin, ty shumica të njohin, ndoshta nuk të njohin për fytyrë tani se më aq shumë dublime sa ke bë, përveç faktit që je aktor dhe po bën një super shfaqje tani, shfaqjen Babai, kush nuk e ka pa, ja sugjeroj se vjen tani shpejt këtë fundjavë që vjen. Do doja për ata që ndoshta nuk të njohin, si ka nis rrugtimi jot me dublimet kryesisht, që mendoj se do kenë shumë interes dëgjuesit. Të them të drejtën me dublimet ka nisur para se të filloja me dublimet. Kam punuar me radion, do me thënë me një radio që është një radio protestante, Radio 7. Okej. Dhe mu dha mundësia në fillim që të filloja aty, do me thënë, dhe fal zërit, fal anës e exigjencës interpretoriale, fal, do me thënë, edhe dëshirës madhe, do me thënë, se kuptohet se kur aktori ka një exigjencë, ka dhe një dashurit madhe për interpretimin, për dhënë më të mirën. Dhe pastaj u njofta me një regjizor me Erion Hinajn, I cilën e falenderoj dhe është një nga miqtë e mi më të mirë, jo thjesht për sepse më ke prezantuar tu, po është një njeri, një djalë mjaft I këndshëm, një djalë mjaft I pastër, mjaft I sinqert dhe unë e du shumë. Edhe njëkohësisht më solli në studion këtu ku keni dhe ju studion, në të themi studio kompania AA. Patjetër. Dhe fillova këtu dublimet. Pastaj kam punuar dhe me studio të tjera, të them drejtën, në këto me një studio Dodona, që ndodhet tek sheshi Wilson, por shtëpia e vërtet ka qenë këtu, të them drejtën. Këtu fillova dublimet dhe është një eksperiencë mjaft e madhe, të them drejtën. Studio të organizimi ka qenë mjaft I mirë. Çdo studio ka pasur regjizorin dhe unë nuk e dija se si funksiononte, të them drejtën. Po unë isha, më fal për shprehjen, mund ta them I virgjër në kuptimin nga anës edhe dublimit edhe anës se si funksiononte kjo punë. Unë kam jetuar në Itali për shumë kohë dhe I kam parë pak a shumë në për emisione ndryshme dhe më pëlqente shumë dubloja. Dhe të them drejtën, nuk e pata të vështirë të hidhesha, do me thënë, personazhe, sepse kuptohet, ne jemi aktor, por dublimi është ndryshe, do me thënë, në aspektin kërkon një përshtatje. Shkalla më e lartë e aktrimit, sepse nëse në skenë, nësa e di unë, ti ke mimikën, ke gjuhën e trupit me cilën e jep dhe interpreton personazhin. Këtë pajtojnë po. Ato duhet ta japësh nëpërmjet zërit gjithë ato që dhe njëkohësisht duhet të ndikësh atë personazh, duhet I përshtatesh, do me thënë, natyrës, karakterit, shpejtësisë të folurit, mënyrës, do me thënë që ti nuk, ne lvizim me gjeste, po gjestet tona nuk shihen. Është vetëm tek fjala, por ato gjeste ndikojnë shumë në anën interpretoriale, do me thënë, në anën se si deltone, ose si që bëjun tash kur lviz me dorën, merr një impuls tjetër fjala. Dhe në këtë rast, për shembull, unë kam parë shumë që në Itali, për shembull, ato dublojnë pothuajse të gjithë në zë, por ne duke qenë një popull oriental, kemi qef të rimi që kështu, të ulemi dhe të reatojmë kështu dhe të bëjmë rehat, pastaj I fusim dhe në I kafe, se ndo pa kafe, kemi në shqiptarë, në I telefonat, që zemër ja, po më dublojmë kështu. Qisa bukur shire foto? Për ja 2 orë mbarojsh të por në përgjithësim, të them drejtën, ka qenë një eksperiencë mjaft shumë e këndshme dhe më vjen keq që sot e kësaj dite nuk ka rënë shumë dublimi, dhe mendoj që është një gjë jo e gabuar, se nuk e di pse është mbyllur, por në përgjithësi, por mendoj sepse duhet vazhdojnë në mënyrën mëse profesionale dhe mëse të jetë shumë e zgjeruar se çka qenë. Për aktive sepse është një mision, është gjuha shqipe, të rriten në fjalë këto. Gjuhët e huaja mësohen, janë mundësitë që fëmijët I mësojnë, por të eliminohet dublimi, unë mendoj se është një gjë mjaft e gabuar për edukimin dhe për evoluimin edhe të fëmijëve në anën e elokuencës, në të folur, ato diskutohet që e marrin shkollë, por
është një, me fjalë shumë fëmijë unë, siç e thash edhe për jashtë kur u takuam, takoj mjaft njerëz ose që punojnë në vende të ndryshme, djem të rinj, vajza të rinj, që thonë që ne jemi rritur me zëret me zërin tënd, me zërin e filan aktori, zërit filan aktore, domethënë, dhe është një kënaqësi, sepse do ato kanë marrë, domethënë, sepse kuptohet dublimi nuk është se ne është e shkruar, domethënë, dhe ne si aktor përpiqemi që ta ngrejmë, si të themi, në piedestal nëpërmjet fjalës, elokuencës të fjalisë dhe shpeshherë ne edhe kemi, pse mos e them, edhe shpeshherë kemi bërë dhe aranqimet ndonjëherë që mund të ishin, sepse kuptohet njerëzimi edhe gabojnë, domethënë dhe në përkthim dhe to, dhe mundohet që ta përshtatnim sa më tepër dhe duke i dhënë një elokuencë gjuhës shqipe nëpërmjet aranqimit të frazës, edhe të skenave, por edhe të frazës në përgjithësi. Mua më kanë pëlqyer shumë dublimet e para, sepse përveç faktit që jam rritur me to, neve i përdorim shumë shprehje nga filma të ndryshëm në përditshmëri. Dhe vetëm ne të gjithë ju që shikoni videot, i përdorin, ne i kemi bërë madje dhe si meme që ndodh me brezat e mëparshëm, domethënë që kanë parë që përdorin të filmave shqiptar. Dublimi është shumë për këtë. Domethënë, ja, siç e thua ti, domethënë është një, imagjino se çfarë impakti kanë dhe është gjynaf që kjo gjë të ndërpritet, jo për ne si aktor njëherë, okay, që edhe për ne, por njëkohësisht edhe për punë dhe për atë që çfarë përcjellin, domethënë për ato tek ju, domethënë tek brezat ose tek brezat e rinj. Ishte shumë emocion atëherë. Unë doa ta lidh, më fal se ju ndërpreva, unë doa ta lidh këtë me një fakt interesant që zbulova ndërkohë që po shikoja për informacionet të filmit Cruz. Shpreha që thotë Gragu, që thotë kur mos ndalo së paturi frikë. Atë për shembull si shprehje në rrjetet sociale, sidomos TikToku, është të bërë aq fenomen sa e kanë përdorur për këto të ndarjes, për këto të punës, kur ke ndonjë kështu ndaj projekt që duhet ta mbarosh. Dhe e kanë bërë pafund për situata ndryshme, të shprehjen e kanë përdorur kështu. Shumë ide interesante, domethënë në aspektin që do s'do mund bëhet qefi edhe në aspektin pavarësisht se ajo është me fjalë një thonje që është përkthyer, domethënë, dhe është bërë, por që është marrë, domethënë, do s'do është marrë nëpërmjet filmit, dhe është një kënaqësi, domethënë, që përdoren, sepse ne aktorët jemi edhe çik, si themi, jam to pak kështu si fëmijë, në kuptimin të llastuar. Kur na përmendin gjërat, na bëhet qefi, është normale, është e kënaqësia e vlerësimit të punës që ke bërë. Sakt. Edhe biles në një, më kanë ndodhur 2-3 herë nëpër këto, siç po thoya që parë nëpër supermarkete, që kur i kanë folur shumë, kanë folur domethënë nga batutat e interpretimit që unë kam bërë nëpër to. Dhe unë në fakt, them drejtën, janë shumë, siç po ju thoya edhe jashtë, janë shumë dhe fatkeqësisht nuk i mbaj mend, mbaj mend disa personazhe dhe sa po thua. Ai sa është numri, filloi moment. Edhe sakt. Vetëm sa vite keni në këtë profesion, sa filma, sa personazhe, role dhe por të them drejtën, për ne si aktor, domethënë unë mendoj që shumë aktorë kanë këtë. Ka qenë një terapi, domethënë një qetësi, domethënë, okay, teatri diskutohet, është një pasion jashtëzakonshëm dhe unë teatrin nuk e. Por dhe kur vinim për to studio, kur ato me fjalë që interpretonim, sigurisht me fjalë ne kishim bënim një terapi me autoterapi me veten, domethënë, sepse edhe të mbajnë atë si më thon, mund të jesh një sportist dhe stërvitja pa një stërvitje të mirë, domethënë, dhe për ne ishte edhe një stërvitje kuptimin e mirë, sakt, edhe për leksikun dhe për anën e artikulacionit, për anën me mbajtë gjithmonë në lëvizje, pse jo, sepse edhe teatri ose edhe arti, aktrimi është si sporti, po e le të la, domethënë. Dhe kur kanë qenë këto periudat që ne vinim dhe me Covidin edhe me këto, unë vija me gjithë qef, sepse ishin dhe kushtet që ishin me fjalë, ishin marrë masat për punën të pastrat e këto, për kushtet për ta shmangur, domethënë infeksionin këto, me fjalë edhe kishim një kënaqësi të jashtëzakonshme që të vinim, edhe vija me një kënaqësi kështu. Frika ishte gjithmonë se ato disinfektoheshin to mikrofon, por ishte kënaqësia ishte shumë e madhe se sa ajo gjë, domethënë, dhe pse jo, domethënë. Unë kam një pyetje. Cili nga, domethënë, aq sa të gjithë rolet dhe personazhet që ke bërë, cili ka qenë personazhi ose karakteri që ke pasur më vështirë për ta kapur, flas nga ana e dublimit ose dhe aktrimit?
Të them të drejtën, unë jo, nuk është se po I bëj vetes ka personazhe, domethënë që kanë pasur vështirësinë e tyre. Por në fakt unë kam siç është vlerësuar nga ana edhe kur erdha herën e parë që bëra një audicion, u kërku që të bëj domethënë të bëja personazhe ndryshme që të më shifnin ku do isha më tepër. Dhe tha që unë s'dim se ku të gjej më tepër, domethënë, sepse unë kam dhe këto transformimet e zërit më pëlqejnë, domethënë, edhe kam luajtur dhe role, ndonjëherë kanë luajtur dhe role fëmijshëm, bile se unë kur kemi qenë në radio dhe kërkoj një fëmijë dhe ai fëmijë nuk erdhi atë ditë. I thash regjizorit Erionit që përmenda pak më parë, ata provojnë ta bëjnë dhe e bëra atë rolin e fëmijës. Dhe kur erdhi ajo, si themi, menaxherja e radios, tha, sa interesant ky fëmijë, ku e keni marrë? E thash unë është interesant, është djali im, është djali im. Unë nuk kam fëmijë, domethënë, dhe I tha djali im. Pse pas ti ke thënë s'kam? Po kam një djalë, thash, por e kam me martesën e parë. Edhe po. Edhe tha u trasha fare, tha, po mirë, thash, atë pëlqen, thash që ta marr ti, po. I thash unë thash ti do që ashtu, po thash unë do e gjej vetë prap do bëj rol tjetër, se nga që më thu që jam I qiksi nga që dal shumë në për të emisione dhe ja, thash po bëj rolin e fëmijës herë tjera. Unë jam sepse ti ishe po. Unë biles mbaj mend kur ne ishim kohën e monizmit, kam pas një shok. Unë mund ta them, se mos I themi, ti themi me gjonat profundo, që ku ti gjejmë ti dim. Edhe ishte momenti, domethënë, kisha një shok që ishte dashuruar me një vajzë. Mirë po, kur e merrte në telefon dilte babai, dhe I thoshte çfarë do, kush je? Se dinte diçka babai. Edhe më thoshte mua, Piero si ta bëjmë? Hajde ta provojmë mirë, të bëjmë zërin e vajzës kështu edhe. Si ka një shoqe, si më thën, Entela po themi ajo. Po ka një shoqe Moza, edhe merrja unë kështu I them, alo, si jeni mirë, dilte babai. Moza jam shoqja Entelës, edhe ti je mirë, na hajde me se Moza. Edhe I kaloja këti unë, I kaloja linjën, alo linja, alo foli dedës. Shoqëria. Shoqëria shoqëria. Me thonë kështu që edhe këto rolet e femra, këto rolet kështu, I ke bo dhe I ke qa. Po. Do ma shtjellosh qik më shumë pjesën e dytë këtë gjë. Neve tash të shkputemi vetëm shumë pak, e dini 30 sekondë. Edhe gongun këtu. Fena na kasabi kena regjin. I pushit vogël, sa I kafe kështu. I të rrofitme edhe kthehena prapë tash. Shadow Clone. Po në fillim ishte një deri egër dhe më pasaj është ndërruar në një djalë. Zakonisht ndodhe kundërta. Kush, unë e kam thënë të? Jo, është filmi që po flasim. Me që po flasim për filmin, për Gragun do të pyes, se me thënë drejtën e ke qarë si dublim. Ashtu, faleminderit. Furça, jo, mund ka qiju si personazh. Jo, më ka qiju. Pak a shumë dublimi si ishte kur e bërë, e gjete veten lehtë. Kishte ato, por ishin brenda asaj, më pëlqejnë ato, sepse më pëlqejnë gjithmonë tek një personazh ekstremet. Po. Shumë ekstremet. Këto ekstremet, se kur janë ndonjëherë viz nuk ke se çfarë. Ka pas shumë personazhe që kanë qenë, domethënë, okay, unë I visha një zë tjetër për ta bërë çik ndryshe, si më thën, ai mund të ishte, po marrim një shembull, për shembull, dëgjoj, ti duhet të jesh pak më, po them, po fus unë fjalë sikur është personazhi. Dëgjoj, ti Kosta duhet të jesh pak djalë më exigjent me jetën tënde me këto dhe ishte viz. Dhe mua nuk më pëlqente dhe I jepja një zë tjetër, I thoya për shkak. Dëgjoj, ti Kosta duhet të jesh pak më ato personazhet që janë ato personazhe që janë kështu, që kanë mbaruar shkollën dhe asnjëherë nuk kanë pas marrëdhënie as me jetën, lejer me femër jo, domethënë se aty kanë ato syze që I thonin kështu me si byth kavanozi. Edhe po ky si personazh më ka pëlqyer, ta them sinqerisht, jo sepse po diskutojmë sot për të, por sepse kishte këto ekstremet, kishte këto natyrë dhe pastaj më pëlqente se më duket sigurisht edhe na për ato zona ne nëpër plazh, nëpër ato me gjethe kështu përpara natyrë kështu freestyle. Ta lidh me personazhin.
Krag është inspiruar nga baballarët paragjykues ose nga ata që i mbashin fëmijët ose vajzat shumë kështu rrethësisht të mbyllur brenda para viteve 2010. Babai I kësaj shoqës të shokut Babai në telës. Është krijuar Kastile vetëm si një lloj forme për tu bërë shaka ose tallje ndaj këtyre baballarëve që vetëm I mbashin mbyllur. Sakt, sepse kuptohet në një personazh që ti bën duhet të dali dhe ajo ana, domethënë mesazhi që përcjell, domethënë jo thjesht të bësh një personazh dhe unë këtë e kam pas gjithmonë, I thoja të lutem pa e fillu filmin, të shohim një 10 minutë, më mirë më jep 10 minutë se ajo ja punë nga ana ime. Domethënë sepse të shohim se çfarë personazhi është dhe çfarë ka një qëllim, se për çfarë është bërë, domethënë sepse kuptohet një film që ndërtohet, misionin që ka, mesazhin që do përcjelli, reflektimin sidomos tek fëmijët, që të përcjelli anën e mentalitetit, se çfarë përplaset domethënë me terren dhe çfarë anë sjell, çfarë anë pozitive dhe çfarë anë negative njëkohësisht. Kështu që është mjaft e rëndësishme që dhe në këtë rast për shkak kur jam përpjekur gjithmonë që ta satirizojmë sa më tepër personazhin, sepse ka dhe personazhe që nuk ka nevojë, sepse janë personazhe të tjerë, por që në këtë rast për shkak satirizojmë me anën e ignorancës ose me anën e asaj, sepse ndonjëherë njeriu kthehet në komik, sepse dihet që ana komike është drama. Drama është kulmi I tragjedisë. Dhe në këtë rast për shembull, sa më tragjik ishte ai në ato ose sa më me atë ignorancën e tij, aq më kthej, aq më tepër kthej në humor. Do të them. Pastaj mos flasim për shkakun që një nga armët më të forta që ka pasur, domethënë mbas luftës së dytë botërore, që ka qenë Churchilli, vendosi humorin në Angli, sepse tha arma më e fortë që do reagojnë njerëzit nëpër botë për krimet që ka bërë Gjermania do jetë me fjalë me anën duke trajtuar me anën satirike. Dhe kjo unë mendoj dhe në këtë rast për shembull gjithmonë ne na ndodhin situata ndryshme dhe kur ti merr për shembull ose shkojmë në një vdekje, mjafton që njëri të bëjë një gest që mund të jetë mos e normal, ti e sheh po ke është shumë e hodhë ajo, është shumë e hodhë tek fillon të qesh ose s'pushon më. Si ka mundësi ma sa të filloj. Unë për shembull jam kështu si macja e zezë nëpër varrime. O Piro mos na shit, se për shembull fillojnë këto fjalime se harrojmë filanin e kështu ashtu dhe këto. E ishte mbledh te plera, ndihmonte lagje, këto e bë, domethënë edhe unë e shoh këto në një koleg ose në një mikun tim ose kështu, po që mund të jetë edhe njerëz kështu që I kemi pas të afër, domethënë shoh të kërcet vjen ajo me qesh ndonjëherë se është shumë, domethënë tu dal tek ajo olla se një fije hollë shumë e ndallë. Fatkeqësi dhe të gjithën por është shumë e hollëm sepse në momentet që njeriu ka një anë, domethënë mund të jetë shumë I mbarsur nga ana dramatike ose nga ana domethënë e fatkeqësisë që I ka ndodhur, gjithmonë kërkon një via di fuga, si një rrugë dalje, domethënë themi, që të gjej diçka për të bërë. Ajo vjen në mënyrë instiktive, kuptohet. Ke edhe I çik natyrshme, se I çik vetë si nga djepi këtyre. Po, nga djepi, nga djepi. Është çik shkodron. Po, është çik shkodron. Armë e foto. E kam I çik, domethënë drejtë, po. Po dialekti s'u dallohet fare. Po dialektin unë lindur e rritur në Tiranë, Okej. Mamaja është shkodrane, babai është me non shkodrane dhe babai Dursak, domethënë babai është Dursak dhe por babai ka qenë shumë I njohur se ka qenë aktor, domethënë I teatrit kombëtar, ka luajtur disa filma. Dhe se mos e them edhe dhe për respekt për babën, Lazar Blashi, ka luajtur disa filma që kanë ngelur memori gjatë, domethënë Debatiku. Më falni për modestinë kështu, dhe Njësi dy Guerilla dhe në filma të tjerë. Kështu që domethënë shqiptarët do ta kujtojnë sa kohë. Po. Shpesh. Unë biles I vogël, vija shtëpi kështu I gërric ose kështu sepse më thonin çun fashisti dhe unë tak më to prekesha, jo se prekesha, po prekesha pse më thonin në atë mënyrë, Drama të tjera kanë qenë atëherë. Por ka qenë një kënaqësi sepse filma që kanë ngelur ose siç thatë ju edhe për këto batutat e filmave, për një aktor është mjaft e këndshme dhe shumë kur përmendesh për diçka, sepse do
e ke lënë një njollë, do të E ke lënë një gjurmë. një gjurmë, është një kënaqësi dhe është, sepse është satisfaksioni i asaj pune që ti ke bërë, domethënë që ja ke arritur, domethënë dhe kjo është një kënaqësi mjaft e madhe. Do dua të të pyes diçka tani nga ana ta sqarojmë për gjithë, domethënë, okay, po flasim për krucët, por do ta përgjithsojmë. Sepse kur na vin ta mrekulli në studio, vlla, unë duhet të jetë sa më gjithëpërfshirëse. Sa më gjithëpërfshirëse. Për dhe ata që janë artistë të rinj, pra kush ka vazhduar akademinë tani e gjitha me radhë, do ta bëj shumë këtë pyetje. Puna me regjistrat e zërit, futemi pak nga ana profesionale ndoshta. Sa e vështirë është, ose si mund të jetë ndoshta procesi jot kur hyn para se ty në studio? Do them të drejtën, puna e regjistrave të zërit është edhe i çike lindur, ëh. Patjetër është. Varet nga zëri. Edhe kjo gjë është i çike, domethënë janë dhe gjëra që jepen nga lart, domethënë kuptimin në ato që pse mos është dhe nuk është ndonjë, por kuptohet aktori duhet të ketë, domethënë regjistrat e zërit nuk mund të them, domethënë sepse janë ato që thash pak më parë. Por është puna që aktori duhet ditë të punojë me zërin. Në mënyrën si më thënë në ngjyrimin. Më tepër se sa në ato që theti. Dhe kjo është një detyrë mjaft profesionale. Unë nuk e di se si punohet në shkollë, domethënë. Ne kur kemi qenë në shkollë është punuar më tepër në përgjithësi, edhe tani është. Por domethënë ngjyrimi kuptohet, ngjyrimi merr edhe nëse ti je një aktor, domethënë që ke jo eksperiencë, por që ke një intuit, domethënë që në bazë të asaj që ti thua, në bazë të anës emocionale të momentit, që të merr një ngjyrë tjetër zëri. Mund të marrë një veshje, mund të marrë një dridhje zëri, mund të marrë, siç thash edhe unë pak më parë kur më kujtua babai që zëri mori një intonacion tjetër, domethënë edhe këtë gjë duhet ta kesh edhe në skenë ose duhet ta kesh edhe në dublime, domethënë. Duhet të jesh shpirtërisht. Prandaj them edhe që thash që parë që dublimi është një zhanër tjetër, por ke shumë aktorë në Itali, domethënë, po flas në Itali ose edhe në përbot që dublojnë filma dhe janë është një shkollë, domethënë, them ato dhe nivel tjetër nivele, por ato kanë shkollë, ndërsa ne nuk kemi një shkollë të mirëfill dublimi. Dhe mendoj që duhet ishte shumë bëhen disa kurse kështu në mënyrë kurse të vogla, kurse private. Kurse aktrimi se sa kurse aktrimi më tepër se sa. Por mendoj që duhet ishte një shkollë, domethënë duke patur gjithë që kanë pasur gjithë to kanale televizive që kanë pafund. Në fakt, prurje pafund. Mendoj duhet ishte sepse është rritur një interes i madh ndaj filmave të animuar dhe jo vetëm cartoons, por çdo gjë. Është rritur zakonisht shumë. Pikërisht. Dhe edhe nevoja për dublazh. Në Itali është industri. Në Itali ka industri ato. Italia ka dhënë material për gjithë. Dhe ato kanë arritur në ato, domethënë që ato filmat dublohen, që filmat që dublohen edhe vetë spektatori italian dëshiron t'i dëgjojnë në italisht, nuk është kuptohet dhe këtu ka pasion, unë e kam kapur nga fundi me filmat artistik që dubloheshin dhe kanë qenë dubluar mjaft mirë, shumë mirë. Punoj si që themi në Shqip vëndçe. Punoj, dubloheshin filmat artistik, filmat me kartona, çdo gjë punoj mjaft mirë dhe nuk e di pse pati këtë rënje, domethënë këtë dhe më vjen shumë keq ta them sinqerisht. Më vjen shumë keq sepse punoj dhe aktorët kanë dhënë pa pasur domethënë këtë shkollë, sepse në Itali kuptohet ato punojnë siç tha dhe Arlindi me regjistrat e zërit punojnë me atë sipas, ndërsa ne kemi më tepër në mënyrë fal një eksperiencë dhe fal një shkolle si aktor, por jo si dublues. Sepse unë në Itali në fillim ureka që të shkoja të bëja një shkollë të tillë, ishte një pagesë mjaft e madhe që duhej bërë dhe ishin 4 vite. Domethënë duhet ishte mjaft ishte edhe një handicap për mua që nuk italishtën e flisja, por akcenti ishte gjithmonë. Nuk është si ato që ikin që fëmijë. Unë i kanë moshën 23 vjeç në Itali dhe do
i kisha ato me fjalë intonacionin e këto gjëra, duhet punoj shumë, domethënë duhet të futesh dhe prap është e vështirë, domethënë në një moshë kur zhvon. Por nuk ishte se kjo, sepse mund të shkojë dhe pastaj nuk asnjëherë njeriu nuk duhet të si ajo vrapova këto. Po. Si ishte dikur mos ki frikë nga çdo gjë. Kështu që ato duhet shkosh, duhet vazhdosh. Mua më kujtohet një shprehje me ato që po thoshi që nuk është se ka një shkollë, ju e keni bërë autodidakt, më kanë bërë autodidakt. Autodidakt, e kemi bërë autodidakt. Kemi të mëson puna gjatë rrugës. Të mëson puna, po, edhe po. Keni mësuar gjatë punës. Po. Pastaj edhe në momentin që e keni nis ju edhe vetë industria e dublimit ka qenë në fillimet e veta. Po, ka qenë keni ecur paralel. Po flasim për vitet 2000, diçka e atill ka qenë. Po, fillimi viteve 2000. Po që kanë filluar dikur mbaj mendun, mbaj sa më ka thënë, ato se unë s'kam qenë ato kohë në Shqipëri, që siç thash në Itali ka filluar tek Akademia e Arteve. Pastaj janë spostuar dhe ka qenë atëherë atje. Po. Dhe direkt. Por ka qenë diçka sepse edhe aktorët fillim edhe për aktorët ishte në është në si më thënë, aktorët e rinj, ka qenë një mbështetje, domethënë, dhe për aktorët e rinj që fillonin, ne se kemi pasur to, do të them edhe kushtet janë shumë më të mira, se sa në kohën që kemi qenë, unë e kam mbaruar në 90-ën, jam old guy, domethënë, por që atëherë ka qenë ndryshe, domethënë, ne nuk kishim sot bëhen, domethënë, ne i jepnin provimet atje në akademi. Dërsa tani provimet jepen më jep edhe në teatr, nëse to, domethënë. Keni pas atë moketin ju atëherë? Atë moketin. Po ai moketi që ndonjëherë pengoheshin kërciste. Deri në vit 2 kom pas dom, pastaj që u ndroi që u vë parket. Ti e kam kap. Po e ke kapur, I bishe herë me dorë që moketit vlla mjekull. Dilte kështu, po efekt plur, kështu efekt. Mjekull ja saron ka qenë e situatë. Kështu që duhet të them që ato jemi rritur më tepër gjatë me dublim bas dublime dhe fiton një eksperiencë, por s'diskutohet një shkollë e mirë dublimi do ishte shumë e domosdoshme. Pavarësisht se tani dublimet kanë rënë këto, por unë them që duhet të rimëkëmbet patjetër për dikush është më e bukur. Se ne tani po planifikonim se ja. Pra me legët. Dakor. Kemi planifikuar që të hapim patjetër kurse do bëjmë. Lajmi mirë. Po themi për të gjithë. Lajmi mirë që ka një lajm shumë i mirë. Dëshirë me kurse profesionale, me profesor tamam që janë të fushës, do bëhen kurse për dublime dhe në fund normalisht do bëhet një film, dublimi i filmit animuar me zërat tuaj. Pra keni në fund të kursit, pra si një provim, le të themi final, si provim të bukur, si diplom, do ta keni. Nuk do ta keni thjesht certifikat, edhe siç e kanë gjithë, po do e keni vizuale, ta keni edhe kujtim, dublimi i parë që keni bërë profesional. Kështu që rrini se ka gjona shumë të bukura akoma. Kështu që shkruani, komentoni se do rimëkëmbemi. Do rimëkëmbe dublimi. Me që më the për Itali, një sekond, se ata janë të zgjut vetë, nuk ka nevojë. S'ka nevojë për ne. Janë brez më i qutë. Janë të zgjuar. Ne ishim budallën. Prandaj na shohin dhe na. Në Itali që ke qenë, dublime atje ke bër? Jo, dublime jo. Kam qenë në 2-3 filma kështu me role të vegjël dhe në një reklam, domethënë në një reklam që kam bër. Kam qenë një personazh mjaft i vogël, po sta dini vlerën. Gjëja më e madhe ishte që në atë reklam ishte Monika e Madhja, Monika Bellucci. E ke takuar? Dhe po aty dhe edhe ishte fillimi që në Itali dhe më duke kështu si gjë e pabesueshme. Si ishte nga afër? Na duhet ne tash. Si ishte nga afër të lutem. Ishte e parritshme edhe kështu. Kur e shifje, domethënë ishte një A ke fol me atë? A bëre foto? Po fola, po kështu. I çik shumë pa herë kështu, i çik dhe. Mjafton. Po, sa pa. Ishte biles që ishte ka qenë një reklam, s'po e them, nuk e di emrin e markës, një parfum mjaft i njohur. Okej. Edhe reklami ishte i tillë që trajtonte që Monika Bellucci ishte në makinë dhe në krah Monika Bellucci ishte një derë që nuk e di, derë i mësuar tamam që rrinte për smarit aty dhe i hidhte pak parfum edhe thoshte me derrin me këtë parfum mund të thosh edhe me një derë. Po jo, deri por që ka qenë ky ka qenë domethënë dublime nuk kam bërë, E kuptoj. Sta dinin vlerën për lekë. Por bëja kështu lojra të ndryshme, domethënë biles mund të përmend
një fakt, do me thënë, që ndodhur, që ishte nusja e tim vllai, në Itali është psikologe. Dhe merret me fëmijët që kanë trauma familjare, që ndahet prindi, babai nga mamaja, dhe kjo shkon direkt me fjalë që merret me këto probleme, do me thënë me këto. Dhe unë një ditë bukur e mora në telefon, kot ma dhanë trumu, dhe mora në telefon e theshën: Pronto, buonasera. Ciao zia Ivone, io sono Marco. Sì, dimmi, sa che io c'ho tanta paura, non posso uscire da casa. Ti prego, aiutami. No, stai calmo. Senti, ti passo Pierino. Sì, Pierino. Ciao Ivone. Ma come la conosci Marco? Si è in fa Marco? L'ho fatto io, ma davvero l'hai fatto tu? Ma vai. Do me thënë, unë në atë rast, do me thënë prapë, më kujtuan, kur erdhe në dublime, më kujtuan, dhe këto, shpesher të zërat e fëmijëve kena bërë në për rolet vogla që kishin këto për shumë që... Sa dush. Sot e kësa ditë ta ngjoj akoma zërin kur jepet e digital. Të japin një knajsi, do me thënë, do me thënë kjo është edhe për ato që theti për regjista. Ndonjëherë janë gjëra, do me thënë, e bërën atë moment edhe asë dhja, por që ose si puna zërin e mozës, shu që jam përdorë dhe për këto në dublime, në kuptimin. Ama për zët. E kam shqit zërin dhe për këto. Në fakt unë këtë pyetje kam pas gjithmonë, që cila e ke përdorë një për të bërë një shaka, për të bërë prank, si rasti kësaj për shumë. Ose për shumë për kështu, falë asaj që unë e di atë, si me thënë, akcentin, më temi, se shpesher thuhet dialekti shkodran, do me thënë, unë e kam përdorë dhe kështu në Shkodër, për shumë kështu me njerëzit e mi, do me thënë që nuk i binin të kushisha, unë duke bërë 20 trash. Alo, mirë mërëma, si jeni, mirë më falë se po ju shqetsojnë këtë orë të vund notës. Desha me ju thanë diçka, doktoresh, se është gruja dajës, është doktoresh. Edhe kam djalin me bajame dhe ashtu i dek më i burnesha, a mund vish, po ku je? Edhe i merja një zonë të largë të Shkodrës, edhe rrite kështu, po ju marim me gomar se kalë nuk kena as makinë. Thënë, e vjen një situatë, situatë që kesme. Mirë pa jo, dëshira saj do me thënë që të vinte më to, sepse unë mjeku, humanizmi që ka mjeku, vjen po zi dhe kur i thojnë, përse që jo mëse jam Pierini, e mbyll të telefoni gjithë mërë. Dhe thështë si arritë, mëse do me thënë komplet shumë. Jemi që ka aktorë, jemi që zarit ato që i takonë, do me thënë, se ty po që jemi vetës. Do me thënë, këto gjëra unë e kam pas, do me thënë, dhe është një knajsi, do me thënë, në aspektin që edhe kam pas mundësin që të edhe të paguaj për këtë gjohë. Funditës nuk rrotë e pasion. Por që këto është një... Më kujtohet shpreha një komediani që unë kam shumë që i thoshte I'm gonna make myself laugh too, so... Vetëm me qërë. Sakt. Vihet sa i punë. Ama ti për zëra negativ, role negative, ke një nga zërat më të bukur. Realisht. Ti, Ahmet Pasha, Vimbeleri që ka... Po që më falë, edhe Ahmet Pashën që profesor përshëndes, sepse i kam pas profesor të fjallës artistike. Dhe mënyrën se si ka punu ka qenë shumë profesional. Do me thënë, nuk na merë të lirin kryuese të... Ka qenë shumë i thjesht, student që ishim. Ka qenë shumë i thjesht, do me thënë, ti e ke pasur pedagog, jo? Jo, kam qëlluar vitin e fundit, i jep të regjis, po u shkoja shumë ati së doja të kaluja të regjia. Dhe ka qenë viti fundit që ka dërë. Në kuptimin edhe nuk, do me thënë, s'diskutohet sepse ishte pedagog dhe do të instruktonte, do t'jepte ato. Por nuk të mertë ato dhe kjo ka qenë një nga anët pozitive të lindet kryojë. Po, të lindet, do me thënë, ato tak, pastaj t'jepte digjo, këto. Jo të ashtë t'ishte, si do me thënë, si t'ishim si fëmijë të vegjël, do me thënë, sepse, do me thënë, nuk të merte anën që edhe të zbulon të një kosisht, se janë to ti si aktor, sa ke, sa s'ke, dhe pastaj janë to vazhdojnë të puna. Por kjo ka qenë një nga anët e mirë, dhe që po thojë ti, do me thënë, për zërët si Ameti, dhe nuk e di kë përmëndet tjetër. Vimbelerin, Ervini, Anton Qesari, pasaj qeshen më të ligë për mu, dhe historin, dhe t'ja japë këtë, kupton, nuk e di që njeriu ka qenë vetë si njeri personalisht se kam arrit të takoj, po
Andon që pas një nga qeshmet. Po, ka pas një qeshme kështu. Si i themi ne i themi si qeshme metalike, po shumë cinike. Po, original. Edhe me rim, Merim. po edhe me rim. Bërë e bukur, Por që ka pas, po, e ka pas Andoni, ka pas. Zërin për qeshurën, sidomos i herë ka pas shumë. E maj men në çdo teatr, të Dhelpra dhe Rusht e kam pas pa. Ka i moment aty o zot atë qeshmet. Po na tregot si ka dubluar tjetër tash jo, por edhe për ne. Po mirë, do t'i lejmë për pjesën e tretë, se e shkon fund kësaj pjese. Tash do flasim për personazhet që ka dublu vetë Pierini. Flisin çik për Belulin po. Ja, pra tash të kalojmë tamam. Okej, shifemi në pjesën e tretë. Shadow Clone. Okej, jemi kthyer pjesën e tretë. Kjo është pjesa më kulminante lajmit. Perla. Tani ne do flasim për dublimet që ka po Pierini. Pierini. Ne tash që ishim duke diskutuar këtë pauzën, po diskutonin për një super serial që na ka bë fini, do na ka bë nostalgjia fare. Timmy Turnerin. The Fairy Odd Parents. O mi pa Timmy Turner njëfim gjithë që ta shish, ajo. Kush e matë men? Zgudzoj njeriu ta thotë edhe në anglisht. Bravo. Nuk më lën. Shqip. Ky zotëria ka bër babain e Timmy Turnerit. A çka kam heq me atë Timin si ka qenë sa rakat. A çka rakati. Ma hiqte tronin. Jo, personazhi që ai ishte trurin, domethënë aty. Po, ka qenë ai komshiu. Dingleberg si e ka patë. Po, ai, po. Ato e kishte kështu. Po ka qenë një personazh mjaft i pasur nga ana e asaj që po diskutojmë që parë. Për ngjyrimet dhe regjistrimet e zërit, sepse kalonte nga zë koke, kalonte në zë gjoksi. Dhe domethënë siç e kishte me një personazh nuk e kishte me tjetrin, siç e kishte me djalin, se kishte me vajzën, me gruan, me ato dhe ai domethënë ishte një kërkonte një diapazon, të themi gjërë dhe për mu ishte një knajsi, domethënë, sepse edhe mua si Pierini ose si aktor, domethënë, më shpërfaqte më tepër në anën interpretative, domethënë, të kuptohet, sepse ne në shkollë biles dikur thoi jo mbaj zërin, kjo për shumë ka qenë e gabuar në shkollë, që ti duhet të flise për shumë kur të thoi, për shumë që thoi, ose mund të kishe një personazh me një situatë që i bërtisë dikujt i thoje, do të vizë zor, edhe të kërkoj gjithmonë, do të vizë zor, se çfarë po bën, vën që të thresësh mendjes, po pse i thoja unë profesorit, më thoi një nga profesorës, po e përmend, thjesht në atë vegën këtu. Sepse ne shihnim filmat amerikanë që ai thoshte, për shembull i thoshte, do të vizë zor. A e di kush je ti, më, do të vizë turp, të kesh turp, varet se si i thoi fjalë. Dhe nga zë koke, zbrisin zë gjoksi ishte gjë natyrale. Dhe i thoshte, jo, prit, po pse me profesorin, ju na thoni që ne të bëjmë, jemi vetvetja, ne në jetën e përditshme, kur, jo, e themi domethënë, nuk e themi në atë mënyrë, ashtu do të vizë zorgje, sepse është një interpretim që i ka kaluar kohë, the time of qep i thonim ne dikur, the time of qep, the time of qep. Ashtu thoshte, mirë, shumë mirë. Mirë, bëni si doni, domethënë, kjo gjë ishte, unë e shihnin filmat amerikanë, ose se si intonoi dhe të kuptoj, janë shumë më përpara se ne dhe të pse ishin një shkollë, janë një shkollë për ne, domethënë. Por që në këtë rast për shembull për babain, e Timit, ishte mjaft personazh mjaft i pasur dhe mua më pëlqente shumë, të them drejtën. A ka qenë i vështirë kështu? Ishte i vështirë sepse ishte të lotë sepse kuptohet edhe këto regjistrat e zërit, domethënë sido që të jetë. Do të thonë kur kishte zë kokën në një herë më thonë sa mirë zë kokë, sepse zë kokë ti e di shumë. Nuk të ngjir, ndërsa kur e mban poshtë, e mban atë, diskutohet kohë dhe kordat, dhe kuptohet dhe kur punoje 2 orë. Ishte i çik, kështu që ajo kafja që tham që parë, është e mirë sepse edhe qetësohen dhe kordat pak, sepse njerëz jemi, nuk jemi kështu, prej metalik. Unë mbaj mend që ai kishte edhe shumë dridhje të zërit. Domethënë Timi. Timi. Unë po më del imazh. Po më del të liria, kuptone, kjo. Dhe ishte me, të them drejtën, ishte i lotshëm dhe këto thonin që vazhdojmë sepse kuptoi që kishin edhe kështu që duhet punonin që të mbyllnin kaq episode, kaq po rifuzhën atë. Zëri nuk do të ja ditë për episode që të mbyllishin sepse do të është problem, por është edhe e lotshëm, dhe këto ishin aq sa ishin të këndshëm si personazhe, aq edhe ishin lotshëm sepse donin atë impenjimin, donin atë ngjyrimin e zërit, të regjistrat e zërit, siç thotë
siç tha dhe Arlindi, kështu që ishin të lodhshëm, por ishte kënaqësi. Por vështirësia që kishte sepse ishte shumë shpejt dhe unë s'doja t'i shkurtoja shumë fjalë, domethënë sepse shkurtoja dhe ndonjëherë humbisnin edhe atë kuptimin, lidhjen, diskutoja ata pikërisht edhe lidhjen dhe njëkohësisht edhe se çfarë edhe ngjyrimi që donte ky si personazh, sepse mund të kalojë nga një atë tjetër, por se ndonjëherë thonë që ma hajde më mirë, s'ka gjë, më se jo, thonë ana e exigjencës aktoriale. Por që ishte shumë i lodhshëm, se kishte një ritëm dhe ndonjëherë fjalët tona janë, siç e thash, janë pak si rahat, domethënë, kur e dublon. Ndërsa ato për shembull nga italishtja kanë qenë të vështira, ndonjëherë kanë qenë të vështira sepse kanë një temperament, kanë një impulsivitet mjaft të madh krahasim me anën tonë, domethënë. Dhe por kjo është kuptohet një detyrë e aktorit që të përshtatet dhe njëkohësisht të japi atë që duhet dhënë, domethënë në rastin konkret. Më së miri e keni bërë. Të them dhe i gjë të bukur që ti ta bën, se ti je fiks me One Piece-in, e di kë ka bë. Ke bërë të One Piece-i? Ka bërë të One Piece-i. Te One Piece-i po. Ore, pse të vetëm aty dhe One Piece. Tani edhe, e di kë ka bë? Ka bë Sengoku, zemër. Sengoku, po, atë tash. Sa flet. Se arku i Marinefordit, ke bërë Sengoku atje? Po, Sengoku. Sa bon. Ka qenë. Jam momenti që i thoshte është djali Gold Rogerit, kur ai e bëj momente. Në qofse nuk gabon, se fillon në zjot ajo. Aty episodeve. Zjot ajo. Kur i kam parë në italisht, do më thonë që i shifja ndonjëherë në italisht, se në italisht ishte edhe i shifja. Është edhe një nga aktorët e mirë italian, që dublon Luca Ward, si ka Luca. Ka një zët jashtëzakonshëm, që ai ka dubluar aty, në fjalë një nga zërat e fuqishëm aty që dublonte. Dhe unë e kam pasur si kështu, si model, në kuptimin, jemi përpjekur, por Luka është Luka, më to Pirin e Shpirin, kështu që më to... Ja, ma, vash, do më thënë, jo, për që në më to, por ka një zët jashtëzakonshëm, me thonë drejtën, dhe mu më inspironte, kur e dëgjoja. Edhe ai ka bërë këtë. Jam përpjekur, do më thënë, kështu, si dhe e mbaja, do më thënë, me atë zërin bas që kërkoj, do më thënë, që kërkonte, dhe jam përpjekur gjithmonë për mos me kalu... Në fakt, ndeve, do më thënë, si të themi, pavarësisht të më to, edhe modestis, mirë, okej, modestis, por edhe njëkohësisht edhe me qenë me këmë tokë. Ato janë shumë më përpara se në. Kjo është e vërtetë. Dhe i merrim si inspirime, si shembull. Po, si tallon, domethënë edhe si shembull, domethënë për të mato, jo me i dhënë gjyrimet ose hajde ta bëj sipas zërit tim, domethënë ti jepi atë me aq sa kishim mundësi, me aq sa kishim ne, në fjalë të përkonin direkt dhe me bëj shumë edhe gjithmonë sepse kuptohet rolet jashtë ndajshin sipas asaj që ti bëhen, ndonjëherë bënin dhe personazhe që ndoshta edhe s'na shkoi dhe përpiqeshin ta bënin sipas zërit edhe ose shpeshherë bënin dhe sipas zërit ton. Do ta kërkoj një nder, ta them drejtën. Këtë pjesën për shembull Esi është djali Gold Rogerit, do të ma bësh me zërin ta tash. E kam qef ta kem. Këtë fjalin, thjesht në moment që i flisë turmës, madhe. Po. E kam qef ta kem. Esi është djali Gold Rogerit. Po. Thjesht e du. E kam shumë qef. Ai aty do me thënë e mbaj mend pak a shumë sepse ka qenë një ishte sken shumë e fortë. Mjaft impulsiv, nuk e di tani se do përpiqen sepse e ke parasysh do dhe nxemin e ato e gjërat ato. Me kushte studio, me kushte studie. Do përpiqem ta bëj domethënë. Esi është djali Gold Rogerit. Falënderit. O mi dro dhe mishtë, jo pasha zoti nuk të rrej. Për zot në mod. E kënaqësi kur gjesh edhe... Po. Ke bërë dhe Kakashin. Kakashi ka qenë një personazh, do me thënë që si që thash që parë mbaj në bas, dhe ishte një personazh që ishte mjaft i logjikshëm në veprimet që kryen te si karakter, si natyrë. Dhe kur ma dhanë si rol, mu më pëlqente edhe do të them, nuk e di, unë s'kuptoja si fjalë nga japonisht, sepse ju e dini shumë mirë dhe edhe ato që do e shohin këtë episod, besoj se e din që pse ne vetëm shohim figurën dhe në të njëjtën kohë
dëgjojmë dhe zërin dhe në njëjtën kohë dublojmë. Do me thënë, vëmendja është më së e shpërndar dhe do një profesionalizëm në aspektin që ta bësh, sepse nuk është se ne punojmë për orë të tëra që ta bëjmë atë, sepse pastaj do i binte që nuk do realizoheshin gjërat në kohën e dur dhe prodhimet të vazhdonin që t'jipeshin edhe filmat ishin shumë, të kishte shumë filma. Por kjo varet nga ana profesionale, sepse në gjithë botën punohet në këtë mënyrë. Por duhet të them që Kakashi ishte një personazh që ishte, mund të themi, si themi në gjuhën që është pak si viz, por kishte edhe ai emocionet e vete, kishte si me thënë, anën e zërit ishte, do me thënë, ishte pak viz, po ishte i qetë. Dhe, por unë e kam shjuar shumë dhe të themi, si themi ne që, ishte në kokë, do me thënë, i ra në kokë, ishte, do me thënë që mund të dubloj edhe një monolog prej 8-9 rreshtash, dhe arrinim që në herën e parë. Ka pas dhe gjë shumë thjeshta për ju që ju a letësot e shumë punën, se ka pas maskën për para. Edhe kishe sinkronin kështu. Jerin s'kena sinkron, sa. Por, okej, është edhe ajo, është edhe ajo, por prap ai dallohet në lëvizjen në ato, dhe unë po them që kur mbaronte fraza, tak mbaronte edhe fjala. Dhe çuditërisht me japonishten ka ndodhur kjo. Unë studi me japonishten. Ke pas me japonishten më të... Po di unë, nuk e di. Unë pëlqente kur ishin dhe filmat japonisht, japonisht. Në mënyrë instinktive ti e kapi, po sepse kuptohet aktori këtu do të dalte kjo që aktori e kap anën, do me thënë, e dëgjon si frazë, dëgjon si ato dhe tak, pastaj ti ndoshta edhe se shef aty, sepse lexon do lexosh dhe tekstin, sa harrova këtë. Nuk është se e ke mësuar tekstin. Po e lexon aty dhe direkt e thua, dhe kjo është, do me thënë aktorët nuk duhet ja heqim atë meritën që në dublim nuk është aq e lehtë që njëkohësisht shohësh figurën, të lexosh tekstin, të japësh anën interpretative, të japësh, do me thënë, anën logjike, sepse tekstin e lexon për herë të parë. Këto, do me thënë, janë detyrat aktorit. Po llogarit sinkronin e këto pas. Po, edhe sinkronin e këto. Ta kalkulosh se ke edhe i gjë të veshit që po të flet aty që të shpërqendron. Saktë, të shpërqendron. Prandaj them. Tjetër që ke bërë të personazh kryesor aty tek Un shpirt keqi 4. Me ata minionët e verdh. Ato tullaci. Ata xhuxhat e verdh. Ato hundën e madhe. Ke aty po. Ato xhuxhat e verdh. Ato xhuxhat, po. Ke po këtë dhe ke filmi 4. Ke bërë gru aty? Ke bërë gru? Gru, e ka e bërë. Po, gru. Por, ka qenë dhe një që të ninjat, që kam pas bërë një... Okej. Breshka ninja? Po, Breshkat ninja, që është ai komandanti, po, Splinteri. Jo. Miu Shredderin. Jo, Shredder. Ke bërë të keqin me ata me këtetra? Atë Miun e madh që i stërvit. Jo, Miun e madh që i stërvit. Miun. Ka bërë Splinteri. Ka bërë mjesht të Splinterin. Jo, këte e njëta vetëm nga Jimmy. Jo nga Jimmy. Nga Jimmy kur bërë. Po, për zotin. Po, identik. Donatello. Si e që nuk e njoftë atë, sepse amto impostimi zërit ato. Direkt e bat, kap. Vaja kapa. Si kanë pas mi kujto pa. Donatello. Kur i thoja aty, disa kur i thoja këto. Donatello. Me ato Donatello. Michelangelo. Vdisja, se më pëlqente se i kishte një intonacion. Ishte edhe në ato kordat e mia që flinte mjaft mirë. Edhe më pëlqente, më tërhiqte shumë, vdisja, se ishte edhe personazh i qetë. Edhe ato shpërthimet kur i kishte, po i kishin brenda atij diapazoni zërit që i kishte. Nuk është se i kalonte. Ky i riu, Po pra ky i riu. Te i riu. Sakt, e kam parë se ka pasur qenë Edhe unë e kam parë. Edhe kur më thonin këta që kemi sot, sa mirë. Kemi çuna tan talion. Domethënë ke pas një dublim të preferuar? Domethënë që ke pas një personazh që ke pas Po, kanë qenë. Domethënë ja edhe këtë që përmenda, Splinterin, këtë Kakashën apo Gregun? Jo, Gragon. Po kanë qenë disa personazhe, të them drejtën nuk i mbaj mend ato sepse janë shumë. Ka qenë dhe një për shembull këto rolet e arimve më pëlqenin shumë. Të arimve? Po. Ke bërë vllajin Ari? Të çdo vllaj? Jo. Kam bërë dhe në te Ariu kam bërë dhe një
Kam dubluar edhe tek këtë Benteni. Shkon fix. I shkon. Ka dublu te Titanët e rinj. E di kë ka bo? Tu ka për Titanët e rinj. Cyborgun. Cyborgun ka qenë te Titanët e rinj. Çka ka për tjetër? O vlla jam pa funë por mos më fut. Prandaj si my man me thon drejtën Te Monster Inc. Te Monster University ka bo Kam bërë Salvani. Supermanin. Po, Supermanin. Kanë qenë po filmat plotë. Ora na duhet ai listore. Pergamena vlla. Po Pergamena. ato të gjithë aktorët kanë bërë shumë filma, domethënë sepse kë filmat kanë qenë shumë edhe prandaj ta thash edhe e rikthej, domethënë dhe e rithem që është më vjen shumë keq që me fjalë që nuk është ndërprer pak a shumë kjo ana e dublimeve në S'ka më aq emocion sa dikur, jo. Te Toy Story 3. Te Toy Story çka ka bërë Toy Story? Patatën mos ka bërë. Se mbaj mend. Kam bërë dhe te Jo, kjo. e di kë mund të Vetëm ka zërin. E di kë të kujtojën tash. Hë. Xhafarin. Xhafarin te Aladini. Buzz Te Lightyear. Aladin, po. Buzz Lightyear ka bërë. Buzz Lightyear? Bazin. Bazën E kena aty. Po. Te Lilo dhe Stitchi ka bo atë komandantin, Gantun. Gantu ai giganti. Por dhe te këto snop si kanë ato Pufët. të si kanë ato me sfungjerin me Bob Sfungjeri. Bob Sfungjeri. Mos të ke bë Squidwardin atë. Jo, më bëj atë si ka ai që Gafore. që kishte zërin si të ngjirur, si Jo, prit. Patriku no. Atë yllin roz. Jo. Prit. Si Qetësi, ta përqendrojmë. Më që ishte si sfungjer, ma ishte ato ai si i verdh. Po pra, Bob Bob Sfungjeri Sfungjeri atë si ka. Jo, ke bërë ti Bob Sfungjerin? Jo. SpongeBob. Jo, s'ka bërë Bob Po Sfungjerin. më SpongeBobin më i kam bërë tek E ka pas sepse bërë tek e Alerti, para, ka jo, qenë është bërë tek e varg para, me po tek e dyta e kam bërë unë pastaj. A pra, okay. Po, tek e dyta. Te filmat pra. Po, është filmi. Filmi që ka Jam ndarë Jo, filmi ka me qenë dhe atë serial, jo, ka qenë dhe serial, më serial. Po, dhe serial. Po, dhe në serial, po. Bëje zërin ti si Bëre, po e ngjire që si zë kështu. Këto zërin e ngjirur kështu. Nuk është ai. Ndoshta ke Nuk është ashtu. ai. Po, s'po i biun tash. Sponge e ka shumë thjesht. Jam ganti. Nuk është ai, nuk Jo, është jo, ai. jo. Po më ishte një nga kryesorët, më pak e që një nga Kryesorët, kryesorët, ajo Gaforia, burr, ajo Me Gaforia. shumë mundësi krasti krap. Do shaka qenë dhe Gafori. Ai Gaforia, sa ai kishte zërin Paga shumë, Po po. se mbaj mend tash, me thon drejtën. Që deshte vetëm lek. Vjen keq E më te ndodhi. Naruto të një nga tjetër të Naruto, valla, të Po, një po, nga Naruto? filmat të Lost Tower ka bo Jiraiya. Ke bë, Te Naruto, Janë të filmat. Se bëri Naruto, Naruto komplet. E ka bo Jiraiya, e ka bërë Bujara Siriu. Po Në film në Okej. serial e ka bërë Bujara Siriu. Okej. Me sa mbaj mend shumica kohë, se ju keni pas ditë keqe që juve ju andronin o vlla. I moment fishi dhe filloi që pesë. Ja, ja. Edhe ne që shikoni me E the dhe mu, do me thënë dhe unë kur kam dubluar ndonjë që e kishte nis dikush tjetër, më vinte ai çik kështu se thoja që jo, po sepse nuk në pamundësi për ta bërë, prandaj dhe gjetëm zërin tënd që të jetë pak i përafërt me atë, Po për veshën ton ishte kush ja u rrit dhe juve më. Kush ja u rrit dhe tak, Direkt ku do të shkosh mo. Edhe në fakt është çik e vështirë, që të kur është mësuar veshje dhe spektatori mësuar me atë zë, domethënë us diskutohet. Po nuk shionoi personazh. Nuk tak ai tjetri e humbet atë, edhe është një përgjegjësi shumë e madhe, është një vështirësi. Ndoshta dikush mund të thotë, pa, hajde më po jo, prapë është emocion. Ka raste sepse fëmijët do dhe kundërta që përmirësohet shumë më shumë. Edhe ka, është edhe ajo, dhe pastaj edhe fillojnë ato, edhe fillojnë për shkak kështu. Mësojnë, diskutohet, edhe ajo ndodh për shkak. Unë shoh këto, unë shoh maman që ndjek ca kështu filma turq që ndonjëherë dhe kur shef për shkak që ndrohet në një aktor për arsye të ndryshme kështu thotë, pastaj fillojnë të dashurohet edhe me që aty është shumë më vështirë, që sepse është edhe imazhi, ndërsa ne kemi vetëm zërin, domethënë. Por prapë ai që është mësuar është i çike vështirë, por si thotë Arlindi, ndonjëherë dalin edhe më mirë, domethënë. Dragon Balli ka ndodhur gjë me Dragon Balli, mo bro. Ja, me prit ta kujto. Nuk e sigurt që nuk e për ta gjetur. Nuk e gjen dot. Se është personazh që nuk ka dalë shumë në skenë. Dhe për më tepër është edhe tek filmi i Brolit tani i fundit që ka dalë. Filmi ka dalë te filmi i Brolit? Po. Ajo mafia? King Vegeta valla. Babai Freeza. I drejt i Vegetës. I Vegetës. Po, e kishte zërin, po. Babai Vegetës. Ka bë dhe sorbetën aty. Nuk më kujtohet si është si personazh. Jam pafund lale. Zoti Satan?
Samiri Zoti Satan, se tash ju kujtova. Se thot prisja. Zoti Satan. Zoti Satan, le të Dragon Balli. Kanë me thon drejtën se çfarë fjalët shumë nuk e mbaj mend. Ka qenë ai me kaçurrela. Ai me afro, që i bësh që rinte me forti ai bot. Si çumçakizim roz. Po mbien me thon drejtën, me thon Zoti drejtën. Satan. Që e ka bërë ti. E ke bërë ti, ha? Mazhin bun ka më unë? Jo, Pas keni bë kollaboration se keni ditë. O vlla, në këtë studio kemi qenë që gjithë, o vlla. Kam qenë 5 pllom. Reunion pas sapo Unë kam qenë 5 pllom lele. Unë i shifsha të gjithë këta. E bukur ishte këtu se domethënë ti kaloje nga Riu, ta kaloje në një rol mio, kupton? Por që po kishte edhe mik shumë me zotrashu që kupton se kjo që ishte domethënë ishte pozitive në atë aspekt, por ka pas ata, kjo ishte kënaqësia sepse kaloi nga një personazh tek një personazh tjetër. E shijoje, domethënë. Unë do të them edhe një të fundit, edhe do ta mbyll këtu. Se edhe kohë si kemi arrit në fund. Është e bukur edhe bisha njerëz të mirë. Di ka bër? Gjyshin? Ja, rri mirë. E bukur edhe bisha, ha. Vetëm duke folur, a kupton? E bukur edhe bisha. Orën? Jo. Jo, prit. Lumierin. Lumierin po. Kandilin. Atë Kandilin, qiriu. po. Kandili një lloj është. Po. Lumier. Po. Jo. Sa ishte e bukur, se i jepi edhe nuancë kështu pak me akcent francez me ato kështu e jepi. I ke qartë të gjithë aty. Faleminderit shumë. Erim, shumë faleminderit mikro. Shumë faleminderit dhe juve. Edhe më bëhet qefi, domethënë që ato që filmat vizatimor, domethënë dhe prandaj thash që kanë lënë një mbres të madhe, domethënë edhe tek spektatorët, edhe tek ju, domethënë që i ndjekur dhe jeni rritur, domethënë me këto dhe është një kënaqësi për çdo aktor, jo vetëm për mua, për gjithë aktorët, as e diskutoj këtë dhe me këtë duhet të falenderoj të gjithë aktorët shqiptar që kanë dubluar dhe që dublojnë, që vazhdojnë dublojnë atje ku dublojnë, sepse është një mision, domethënë i yni, edhe për gjuhën shqipe, them këto që patjetër. Vazhdoj siç çdo shtet, edhe unë them që aktorët shqiptar kanë dubluar mjaft mirë edhe nëpër filma artistik, shumë mirë. Unë kur kam ardhur, unë jam mahnitur të them drejtën, dhe mund të them edhe këto që nëpër filma ne i konkurrojmë mjaft mirë edhe aktorët italianë, duke pasur një kast mjaft mirë aktorësh, nuk është vendi, jo s'është vendi, domethënë nuk mund të përmend gjithë aktorët, doja të thoja, sepse janë shumë aktorë që përpara meje kanë filluar dhe kanë qenë një, si më thënë, edhe një promotor dhe për mua. Më thënë duke edhe eksperiencën e atyre dhe i kam dëgjuar shumë herë, sepse për mua ishte fillimi atëherë dhe që unë fillova mbas disa vitesh që kishin filluar dublimet këtu. Dhe pse mos kthehen dhe dublojnë dhe filmat të dublojnë dhe filmat artistik. Po, edhe keni pas bërë dikur. Sepse me thënë drejtën ja kam shumë frikën e saj i jas. Sepse nuk do japi asnjëherë anën shpirtërore dhe anën emocionale që transmetohet nga aktori. Është e vërtetë. Dhe kjo është e padiskutueshme. Po. Shumë e vërtetë. Fjalë me vend. Shumë. Mendoj se me këtë me mbyllim në mënyrë më se unë dua ta mbyll duke thënë kaq me këtë intervistë me ju këtu në studio, ishte njësoj sikur, domethënë siç janë të gjitha studiot këtu, juve sikur thoni te kjo studio është pikërisht edhe unë kur është kjo, me këtë kthehemi pas në kohë, i rikujtojmë të gjitha. Unë jam djerë kalamate kjo. Është një kënaqësi. Jam djerë një kalamoj i lumtur që kam dëgjuar gjithë filmat që i kam parë kur isha i vogël, se emisioni juaj është shumë i madh, kupton? Se neve përveç se pasurojmë në leksik, shijojmë edhe zërat, vetëm zëri juaj na jep atë, kupton, kujtime të bukura të qeshura. Është një mision i joni, domethënë ndoshta i pashpallur në kuptimin kështu që po shkoj tash ti dubloj, por është një mision i pashpallur, edhe është mjaft filma suaj, mjaft përçues në tonë kjo do. Saqë kur mbaronte shkolla, shkoshim me vrap në shtëpi, ndiqnim televizorin edhe uleshim aty që ti shikosh. Kjo ka qenë vërtet. Akoma jepen filmat tuaj në për televizor, se të rejat shumë pak dalin tani. Biles është të them të drejtën ndonjëherë edhe ne si aktor, unë shoh edhe filma të tjerë që nuk kam dubluar unë, domethënë, që të relaksojnë, sepse
me kartona ndonjëherë fantazia shkon për te asaj Po. reales. Sidomos. Ose normales, si themi këto, sepse dhe është shumë e bukur. Po. Është një relax, ti shkputesh, domethënë shkputesh dhe nga realiteti. Themi këto, dhe pse mund të jenë dhe filma tragjik, por ti e përjeton simbas asaj, sikur ti je në moshën fëminore. Po. Dhe është shumë e bukur, është shumë Për zonë. dhe këto nuk është se e them unë, shohim edhe aktorë të tjerë që Po, patjetër. shohin, thjesht të vjen në mënyrë natyrale, jo se do iki tash të shoh një film që të relaksohem, se ndoshta kur e ke ashtu asë për rastësia, Heq mendjen. Për shef, për shembull unë kam dubluar një film që bëja Riun, tek kam dubluar në një studio, dhe kur e shoh atë Riun më pëlqen shumë, dhe ndonjëherë mamaja ime i shef. Ore Bernardin, Jo Bernardi s'ka Jo, pas fjalë, është- mos ka qenë me një dre, me një bri, shok me një drer. Ky Ariu është me këto me ca fëmijë të vegjël që del në situata të ndryshme dhe i mëson dhe këto fëmijë të vegjël se si të sillen. Por është dhënë te RTS-ja. Do ketë qenë ato Te të RTS. rinj me shumë mundësi. Jo. Si? Është Do ketë qenë ato Jo, mund të ketë shumëta mund të ketë 2 vjet, jo më. janë të rinj. Të rinj, po. Janë të rinj. Komentoni Po, ju që janë keni të rinj, parë. Ju që jeni çik Po, mosh më të vogël. komentoni. Po. Okej, thash edhe unë ç'ne si Po ka e mundësi. pra se Tashi. flashback. Kolegë të mi të dashur, se ne arritëm fund, po tani këto bluzët e bukura, nuk flasim vetëm vetë. Tonë të shihemi, Minuta, per favor. kështu falënderim Per favor. veçantë. Po i bluz zez pak do të ma kishit falë dhe mua. Po e kena i gati për të Seriozisht? kush është i vetëm e di kush është puna. Unë e kam çuj personazh që mendoj që mund ta kesh preferuar, po nëse ke ti një tëndi që e ke preferuar, më thuj dhe e ribëjmë bluzën për ty, i themi ja mos i qartë ta bëj për ty. Jo, më dhe ajo që ke bërë besoj se sepse unë nuk i kam bërë, domethënë çdo personazh do them ato aktorin përgjithësi i bën me dashuri, domethënë ato sido që të jetë personazhi. Kështu që ato që ke bërë, domethënë që ke stampuar është po thuaj gati dhe thjesht do të vi, ne bashkë do takohemi prapë. Po, se ne takohemi. Kemi vend që takohemi mirë shumë. Direkte pra. A mos i qartë shumë faleminderit dhe për gjithë ju mos harroni. Kushdo që do të bëj bluze me porosi tek mos i qartë, përdorni kodin ton Shadow 15 dhe keni një ulje të lezetshme aty, kështu që shfrytëzoni se qyli ojomël. Black Friday. Friday. Merrni dhe juve bluzë si ne. Dhe gjithashtu s'mund lejmë pa falenderu dhe Enzatini që Enzatini. shumë më të bukur I bëri një dhuratë gjithë këtë podcast. legjendës që kemi tani, a kupton? Patjetër. Nuk do e laj më atë. Nuk e laj më. Shumë faleminderit Enzatini. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe juve. Falenderoj edhe Flower Decor DM që na ka pasuruar me lule vendin ton, studion ton të bukur, dhe për gjithë ju që keni dëshirë për lule plastike për dekore, shkruani direkt se keni dhe ulje, po i thatë që jemi nga Shadow Clone, ja? Mos harroni. Përdorni më kodin Shadow. Përdorni këtu kod, thjesht thojeni këtu se këta janë çik më të thjeshtë. Thjesht thuaj erdhëm nga Shadow Clone. Kaq. Faleminderit. Dhe Pjerin, të tash ti e ke gjetur relaksin tënd me dublimet, një lloj terapie me veten tënde nëpërmjet personazheve. Është mos e vërtet, po. Por terapi ti mund gjesh edhe në vilën private jonë. Ishte rezervohet. Vile private e juja. Jo, Jona. Jona. Amin. Ku është kjo? Vila private? Jon. Jon. Qyteti Jon. Kjo fjalia Është restorant. Është vilë. Është vilë një private ku Po? ti mund të shplodesh. pra, ma shpjegoni, prandaj, po, Po, të ma. është një vilë Po? private ku ti mund të shkosh, të rezervosh sa ditë duash ti edhe javë, të kalosh kohën tënde me ambient jashtë, brenda, në mes të fshatit, komplet qetësi, relaks. Fshat, kjo jon? Po, Qa fshati është? Ku është ky fshat? Ja. Ku është? Ndodhet gjatë rrugës, direkt në rrugën e vjetër të Elbasan. Tiranë Elbasan. Tiranë Elbasan. Në rrugën e 10 vjetër. minuta sa merr nga rrethit tek Vila jon. vila private Jon. Vila private jon. Do ta Do me çojmë thonë në është- location vëllai. Është restorant edhe është edhe hotel edhe... Jo, është vetëm vilë. vilë. Është vetëm vilë. Vilë Është private. tamam, është shtëpi. Është shtëpi, do me thonë ty ikën hyn atje dhe... Po, e ke ta të A, pushime. nuk është se një të gatun atje, Jo, do me jo, thonë. jo. Gatun vetë. Gatuan Po. vetë.
Tashi, si që diti se si të pëlqej ty, se di njeri, vlla. Jo, po. Po. Prandaj quhet dhe vila private janë. Vila private jo. Private për relaks, për oksigjen. Çdo gjë tjetër. Me çmime të arsyeshme. Patjetër, me skonto dhe çdo gjë. Sakt. Ska ku shkoj ky muhabet. Të rejse është. Shumë faleminderit edhe një herë ty Pierin. Faleminderit edhe juve për respektin edhe për interesin edhe për mbresat që keni mbartur nga filmat, edhe që më transmetuat edhe mua në mënyrën dhe satisfaksionin që unë ndjeva në këtë intervistë. Shumë faleminderit juve për punën e madhe dhe të palodhur që keni bërë deri më tani. Shumë faleminderit se na keni bërë faleminderit. Sa më mbar në gjitha projektet, miku im. Faleminderit edhe juve. Suksese në këtë punë të bukur, edhe në këtë mision të madh që keni, të them seriozisht, që po e mbani gjallë, domethënë në me mënyrën tuaj, edhe me anën e lirshmërisë që keni dhe të thënë drejtën dhe unë ndjeva mjaft lirë sepse ndonjëherë i kam të thënë drejtën i urrej ato intervistat pak patetike dhe skematike, do të them. Dhe jam ndier më se komod. Dhe do vazhdoja me orë. Shumë. Do vazhdoja me orë me kënaqësinë më të madhe. Kujtja thua për lehta si këtë muhabet. Dhe faleminderit dhe juve që na ndoqët deri tani. Bashk do shihemi episodin e radhës se bëhet numri total 10. Mos harroni të bëni like, subscribe, përndani videot tona dhe qëndroni këtu për më shumë të ftuar dhe filma dhe seriale fantastik. Ju duam. Shumë faleminderit. Patsi. Ciao. Shadow Clone.